Komuniteti rom në fshatin Grabian, pjesë e njësisë administrative Grabian në Bashkinë Divjak, vjen të përballet me mungesën e investimeve në infrastrukturë dhe në shërbime bazë. Banorët shprehen se rrugët në lagjet e tyre janë të amortizuara, mungojnë kanalizimet dhe uji i ndotur përbën një shqetësim të madh për familjet, veçanërisht ato që jetojnë në pallatet e ndërtuara para viteve 90. Banorët pohojnë jashtë kamerave se problemi kryesor mbetet mungesa e pastrimit të pusetave dhe tubacioneve, të cilat shpesh bllokohen, duke sjellë përmbytje në dimër dhe erë të rënd në verë. Ata theksojnë se ndërhyrjet e bashkisë për zgjidhjen e këtyre problematikave kanë munguar, duke i detyruar shpesh të kryejnë vetë pastrimin e kanalizimeve. Sipas komunitetit, pavarësisht ankesave të përsëritura drejtuar Bashkisë Divjak, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë investim për përmirësimin e kushteve të jetesës në këtë lagje. Pamjet e siguruara nga televizioni Apollon tregojnë qartë gjendjen e rënduar të infrastrukturës, rrugëve me balë dhe mungesën e kanalizimeve. Rreth 50 familje rome të kësaj lagjeje ndihen të braktisura nga institucionet, duke e cilësuar këtë situatë si një diskriminim dhe mungesë totale interesi nga autoritetet lokale. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës dhe për të trajtuar në mënyrë të barabartë si gjithë qytetarët e tjerë të bashkisë.